Strategjia e re e mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e prezantuar vetëm pak ditë më parë nga presidenti Barack Obama, i është paraqitur kryeministrit shqiptar Sali Berisha nga ambasadori i SBA-ve në vendin tonë, Aleksandar Arvizu. Ambasadori Arvizu u ndal në drejtimet kryesore të strategjisë, në të cilat theksohet një angazhim më i madh i SBA-ve në Azi, vazhdimi i angazhimit nëpërmjet partneritetit në lindjen e mesme dhe ritheksimi i rëndësisë themelore që Evropa dhe NATO kanë në strategjinë globale të SBA-s. Sipas njoftimit të publikuar në faqen zyrtare të Këshillit të Ministrave, ambasadori amerikan në vendin tonë vlerësoi rolin e Shqipërisë si një antar i denj dhe aktiv i Aleancës së Atlantikut të Veriut. Në këtë pikë, zoti Arvizu ka përmendur operacionet që NATO ka ndërmarrë dhe ndërmerr në Afganistan, Irak e të tjerë, në luftën kundër terrorizmit dhe mbrojtjes së paqes dhe stabilitetit global. Ndërsa nga ana e tij, shefi i qeverisë Sali Berisha falenderoi ambasadorin Arvizu për këtë prezantim të strategjisë së re të mbrojtjes së SBA-s, si dhe vlerësoi drejtimet në të cilat ajo zhvillohet. Kryeministri çmoi si me rëndësi për paqen dhe stabilitetin në botë, fokusimin më të madh të kësaj strategjie drejt Azisë. Kryeministri shqiptar nënvizoi rëndësinë e vazhdimit të mbajtjes në të ardhmen të pranisë së SBA-s dhe NATO-s në rajon, si një kusht i rëndësishëm për garantimin e paqes, stabilitetit dhe zhvillimit demokratik të këtij rajoni. Edhe në këtë takim, numri 1 i ekzekutivit ritheksoi angazhimin maksimal të qeverisë shqiptare për të përmbushur detyrimet e saj në kuadrin e NATO-s, si dhe përkrah aleatit të saj strategjik, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kudo që kjo të jetë e nevojshme.